Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të premte datë 26 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin rritja e moshës së pensionit për gjyqtarët nuk i shërben drejtësisë, por korrupsionit. Kërcënimi Ismail Kadare, agjenti Mehmet Shehut. Shpopullimi masiv, auditoret pa student, valixhet plot dhe mbi 10.000 vende bosh në universitete për vitin akademik 2024-2025. Në gazetën Dita mund të lexoni Rama pushteti dhe Partia Socialiste nga Dran Thano, skandali Akshit, kush është labi që del në përgjimet e Agasit. Në gazetën Panorama mund të lexoni tender i llogaras, firmosa nën presion, dëshmia e vartëses që rëndon Ballukun, policia e burgjeve shkeli privatësinë e Veliajt në spital, denoncimi avokatit të popullit, dosja e errët e Akshit dhe kodet e pushtetit, bisedat që zbulojnë si sistemonin gjonat pam, emrat që dolën në përgjimet e SPAK. Në Panorama Sport mund të lexoni Cikaleshi Sadiku, Idrizi gati të thyej bankën, Elbasani do 3 pikë, Tirana shenga Mercato. Në kërkim të një ansori, Interi dëshiron Kiezën. Gati për Veronën, Leao pritet të rikthehet titullar. Portreti i trajnerit që i ka bërë për vetet e Barça. Yamal mbreti i driblimeve në Europë, Mbappé, Bellingham, Vini, trinomi që nuk po funksionon të Real Madridi.